fshati është detyruar të shpopullohet dhe të ripopullohet. Dhe në këtë kuptim, me anë të ligjit për investitorë strategjik, duke shtuar dhe ligjin e paketës maleve, bllokohen edhe kullotat, bllokohet edhe gjithë elementi territorial ekonomik që ka të bëjë me vektorin, që ka të bëjë me avantazhin ekonomik që ka fshati. Shkurt muhabeti, në një mënyrë urgjente, këto dy projekt ligji që u futën në Shqipëri janë përfundimi final i fazës së shpopullimit total dhe zëvendësimit total të territorit shqiptar nga banorët e tij autokton që janë shqiptarët dhe zëvendësimi i tyre me kolonët e rinj dhe me sklerit e tyre nga India dhe nga Filipinet dhe ndonjë nacion tjetër që janë nga Amerika Latine, Ukraina, se po flas për ligje dhe regulator dhe politika të re emigracioni që po bën nga shteti shqiptar me këto, ku lajmi i fundit është që e njëjta gjë po bëhet edhe në Malajzi.